në atë mënyrë që e kanë detyruar që të blejnë një veturë të markës Mercedes GL për çmim prej 55.000 euro, të cilën veturë i dëmtuari e ka marrë nga i pandeuri P.I dhe është detyruar që t'ia dorëzojë të pandeurit E.S për t'i paguar fajin në shumën prej 20.000 euro. Biznesmeni tjetër Egzon Salihu akuzohet në pikën e parë se gjatë viteve 2020-2022 në autosalonin Lipjani. Pronë e tij ka kontraktuar shuma jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për persona të tjerë, duke i shkaktuar dëme materiale të dëmtuarit G.Sh. Akuzat ndaj Salihut janë të ngjashme me të tjerët. Për shkak të obligimeve ndaj personave të tjerë për fajde, është detyruar të blejë nga i pandeuri një veturë të markës Tiguan në vlerë prej 28.000 euro, cilën ja ka shitur për çmim prej 16.000 euro. Një veturë të markës Range Rover Sport për çmim prej 45.000 euro ja ka shitur për çmim prej 32.000 euro dhe një veturë Range Rover tjetër e ka blerë 39.000 euro dhe ja ka shitur për çmim prej 28.000 euro, duke pësuar dëm disa mijëra euro. Ashtu si pika e parë, edhe pika e dytë e aktakuzës e ngarkon Egzon Salihun, po ashtu se gjatë viteve 2020-2022 në autosalonin Lipjani pronë e tij ka shitur e ka blerë vetura me çmime të ndryshme, duke u shkaktuar dëme materiale të dëmtuarit S.B, ngjashëm si në pikën 1 të aktakuzës. Për shkak të obligimeve ndaj personave tjerë për fajde, është detyruar të blejë nga i pandeuri një veturë të markës Porsche Panamera për çmim prej 100.000 euro, cilin ja ka shitur menjëherë për çmim prej 60.000 euro. Një veturë Mercedes CLS, cilin e ka blerë për çmim prej 75.000 euro, edhe ja ka shitur menjëherë të pandeurit për çmim prej 50.000 euro. Një veturë Audi Q8, cilin e ka blerë për çmim prej 90.000 euro dhe ja ka shitur menjëherë për çmim prej 60.000 euro, me cilat para ka paguar obligimet për fajde tek të pandeurit të tjerë, duke pësuar dëm në shumën rreth 100.000 euro. I akuzuari për fajde Egzon Salihu ka vendosur të angazhojë për ta mbrojtur ish gjyqtarin Florent Latifaj, tani avokat. Latifaj ka thënë se nuk din asgjë lidhur me akuzën, sepse nuk e ka atë. Jam Ber Mustafa, kom thirrë prej kallxo.com. Avokat, kom thirrë në lidhje me Egzon Salihu. Për një aktakuzë në Therizaj, do shta me marrë komentin ta në raport me ta. Çfarë komenti do të thonë kur s'ka pa kur gjallë? Okej. S'kia sa aktakuzë as kur gjë? Ja, unë kom lip të gjykatin, ka thonë që do të kontrollu një me bëhet kontrollu para plakët e aktakuzës, a është në rregull apo s'është, këtë më ia dërgu. Kom shku te prokurori, tha nuk i kemi gati janë dhe shefët e radhës më kanë më aqit se të jatë më ia dhon. Kisha kom një fundi media, kur gjet të shëzni. Në skemën e fajdeve të hetuar nga prokuroria shfaqen edhe biznesmenet Ajvaz Muzaçi dhe Ardi Saraçi. Ata prokuroria i ngarkon në një pikë të aktakuzës për fajde. Ata dyshohen se gjatë viteve 2020-2022 në autosalonin Buna M, në Vushtri kanë shkaktuar dëme materiale të dëmtuarit S.B. Është detyruar të blejë një veturë të markës Range Rover për çmim prej 50.000 euro, cilin ja ka shitur për çmim prej 24.000 euro. Një veturë të markës S-Class, cilin e ka blerë në çmim prej 55.000 euro dhe ja ka shitur për çmimin prej 28.000 euro. Një veturë të markës Mercedes ML, cilin e ka blerë për çmim prej 30.000 euro dhe ja ka shitur për çmim prej 16.000 euro. Dhe një veturë të markës Mercedes E-Class, cilin e ka blerë për 36.000 euro dhe ja ka shitur për çmim prej 17.000 euro, me cilat para i ka paguar obligimet për fajin ndaj personave të tjerë, duke pësuar dëm pasuror rreth 100.000 euro. Ne kemi kërkuar një koment edhe nga avokati i Ajvaz Muzaçit. Visar Musa e ka mohuar se klienti i tij është marrë me fajde, por thotë se viktima ka marrë vetura e ka mbet borxh tek klienti i tij. Alo? Përshëndetje ndërum. Përshëndetje. Jam Ber Mustafa, për tras prej kallxo.com. Në lidhje me një aktakuzë të prokurorisë në Therizaj, ju po e përfaqësojshit Ajvaz Muzaçin. Edhe ky njëjtë akuzohet si këta tjerë. Lidhur me qitu autosalonën se kanë shit vetura me çmime të shrejta dhe në kthy prap i kanë blerë me çmime më të tjera të njëjta. Përveçse ç'është është përshkrimi i aktakuzës. Ka një deklaratë që ka dhënë se ka qëndru edhe në parapërkim, po nuk ka ne çu, do të marrë shtëpia. Ka dhënë një deklaratë të dhënë prokurori, i dhënë në këtë rast. Domthonë tikon viti ky rast se vetë viti 2023. Po.
është e vërtet që ka punu si Ajvazi ka punu si tregtari vetura në Bështi. Ndërkohë ju ka paraqit që klienti që viktim që po paraqit, i cili ka ble veturën këtë autosalon. Një 3 muj 4 i ka pagu një të rregull, por nuk janë njohur mes veti. Masi ka fillu mas 3 muj 4 mos me një nejt në fjalë obligimeve që i ka morë kera, ka kërku një takim me këtë klienti, se ja që shumë ka njëftu klienti një kohë më ka mbyllë telefonin, s'u ka lejmëru. Edhe deri sa ku një kontakt me to çka është arsyeja, ku dalin në takon, njëfton që qëtë moment, të më thonë, mas 3-4 mujve kë njëfton që ka obligime me fajte që ka mos të personat e 3-4 dhe kjerët e këti klientit të Ajvazit ja ka dhonë njerëzve që ka mor fajte. Ajvaz Muzaqin edhe Art Sarashin që i lidh me zveti, se këta e në një pikë të akuzës. Po jenë se kanë punu të njëtin si salon, po a i ka qenë punëtor si pas deklarimit këti Ajvazit, ka qenë punëtor Arti atë. Për Ardi Sarashi në shkresat e lëndës nuk gjendet emri i një mbrojtësit e tij. Për këtë arsye ne kemi tentuar me kontaktu direkt atë. Ardi Sarashi nuk është lajmëruar në numrin e tij të telefonit, në numrin i cili gjendet në shkresat e këtij rasti. Në dosjen e prokurorisë për fajde është përfshirë edhe biznesmeni Fadil Saliu. Ai në pikën e parë akuzohet se nga fillimi i muajit maj 2022 e në vazhdimsi si pronari i autosalonit Besa F ka kontraktuar shuma jo proporcionale të pasurisë duke i shkaktuar dëme financiare të dëmtuarit S.B. Në pamundësi që të paguajë këto obligime, është detyruar të blejë një veturë Range Rover nga i pandeuri për çmim prej 45.000 euro. Mirëpo për shkak të obligimeve ndaj personave të tjerë, është detyruar t'ia sheste pandeurit për çmim prej 27.000 euro, duke pësuar dëm prej 18.000 euro. Pika 2 e akt akuzës e ngarkon Fadil Salihun se duke filluar nga fillimi i vitit 2021, po ashtu i ka shkaktuar dëme materiale të dëmtuarit S.B, duke i shitur vetura me çmime të shtrejta e me pas viktima i ka shitur ato me çmime më të ulta. I dëmtuari S.B është detyruar të blejë në autosalonet pandeurit një veturë Mercedes GLS për çmim prej 30.000 euro, cilën pastaj është detyruar që ta shes në autosalonin tjetër për çmim prej 14.000 euro, kurse ka mbetur bosh në shumën prej 30.000 euro tek i pandeuri F.S. Avokatja Labinota Qosa, e cila në këtë rast figuron se e mbron Fadil Salihun, ka thënë se nuk është pajisur me shkresat e lëndës e as nuk e ka pa akt akuzën. Jo, thira për Fadil Salihun, një klient që e paskit në një akt akuz për fajde në Ferizaj. Shkresat e lëndës po prej mediave njoftu që ju kanë ngrit akt akuza. Për çka akuzohet? Akuzohet edhe ky që ka shit kjerre shtrejt, ka ble lirë. Nuk e kemi akt akuzën na heq, edhe ju. Ashtu na ka njoftu ata prokuroria s'kujt ju për momentin. Kur u marr pyetja e kanë aty, a u marr për çto punë të çmimeve të autovetura? Nuk di çka me thonë. Për shkak të obligimeve ndaj personave tjerë për fajde, është detyruar të blejë nga i pandehuri një veturë të markës Audi A8 për çmim prej 37.000 euro, cilën në të njëjtën ditë ja ka shitur të pandehurit për çmim prej 20.000 euro, një veturë të markës Audi SQ8, cilën e ka blerë për çmim prej 55.000 euro dhe të njëjtën ditë ja ka shitur të pandehurit në çmim prej 40.000 euro, si dhe vetura të tjera, duke arritur borxhin në shumë prej 250.000 euro. Akt akuza ngarkon edhe Egzon Salihun mbi dyshimet se gjatë vitit 2021 në autosalonin Besa në Ferizaj pronë e tij ka kontraktuar shuma jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për persona të tjerë. Ne kemi kontaktuar me avokatin e Egzon Salihut Dardan Hakiun dhe ky është komenti i tij. Avokat, përshëndetje. Po, Jam Behar Mustafa, për tras prej kallxo.com. përshëndetje. Thira në lidhje me Egzon Salihun, një akt akuz për fajde që e ka në Ferizaj. Për Besa, ne, ende se kena pranuar sa akuzën. Alo nuk di çka, unë post media që kom po, dhe me thonë që është ngritja sa akuzën. A je kon kur është marrë në pyetje kjo? Është marrë në pyetje? Po, jem konë. A janë çto dyshimet për çështu shitblerjet veturave për çmime? Realisht, intervista ka qenë diçka pak ma ndryshe, pa e po akt akuzën s'më më deklaruar. Klienti jam e kundërshton to, vetëm është.
Domethënë është kategorik që nuk ka lidhje me këtë çështje. Biznesmeni tjetër Patriot Ismaili akuzohet në një pikë të aktakuzës bashkë me Egzon Saliun, se në muajin shtator të vitit 2022 në bashkëkryerje me përdorim të forcës kanë detyruar të dëmtuarin S.B që të veprojnë në dëm të pasurisë së tij me qëllim të përfitimit të kundërlidhshëm. Në atë mënyrë që e kanë detyruar që të blejnë një veturë të markës Mercedes GL për çmim prej 55.000 euro, të cilën veturë i dëmtuari e ka marrë nga i pandeuri P.I dhe është detyruar që t'ia dorëzojë të pandeurit E.S për t'i paguar fajtën në shumën prej 20.000 euro. Avukati i Patriot Ismailit sot është bërë noter, ndërsa ne kemi tentuar me marrë një koment nga Patriot Ismaili. Unë jam Behar Mustafa, jam gazetari i kallxo.com. Unë provova me ta gjetë një avokat. Nuk som avokat për momentin, po shkomona një ftim të aktakuzës unë alo. Në qërtanisht. Vallaj në vladhëm jam viktim, s'kam sen bën këtë farë punë, për si qa o bërë zëtë e reboft. E pse po thuje viktim? Qëtë e kom post 5 vjetë kjela i kom shqit. I kam me dokumenta me këtë që kjela i kom shqit. Tash po m'akuzem për kërgjeq. Një punë që se kom po kërnjet. E pse po ju akuzojnë për fajtë tash? O dhoni kom shqit kjela ati, kom shqit për 20 kjela. Unë e kom shqit kjela atina i kanë dhru me telefona, se ka përnu me telefona. I kanë dhru me telefona. Tash po m'akuzem mu për 10.000 euro. Që në atë punë që se kom po kërnjet. Edhe se bëj, që po m'akuzem mu kërën i kom shqit kjela me shumë vlera ma të mloja, tash po m'akuzem mu për 10.000 euro, për kërgjes. Unë i kam edhe kontrolat e notirit e i kam krejt. Që e kom shqit kjela për mes notirit e krejt. Në këtë aktakuzë bashkë me Patriotin është edhe vllai i tij Kastrioti. Atë prokuroria ngarkon se i kanë ndihmuar të vllait në kryerjen e veprës penale. Nga muaji maj 2023 në vazhdim, kanë ndihmuar të pandeurin Patriot Ismaili në kryerjen e veprës penale të fajdës, në atë mënyrë që pas aratisjes së Patriot Ismailit me datën 17 maj 2023, me rastin e zbatimit të një urdhër kontrolli në shtëpinë e tij për shkak të dyshimit të bazuar se do të ketë kryer veprën penale të fajdës, i pandeuri Kastriot Ismaili ka filluar t'i marrë këstet mujore në shumë prej 500 euro si fajde nga dëmtuara F.K sipas marrëveshjes me të pandeurin Patriot Ismaili. Për ta marrë një koment lidhur me akuzën e Kastriot Ismailit, ne kemi kontaktuar me avokatin e tij Flamur Bllacaku. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po thras prej kallxo.com. Thira për Kastriot Ismailin. Po Kastriotin, po. Kastriotin, kë veç po akuzoj ka se i kanë ndihmu. Vllavit tina. Vllavit, a? Patriotin. Po, që për çfarë? Ka veç donjet ndihmës, ka edhe pse me kod atyre se është janë të vepra për cilat as parashihet dënimi të lirohen. Për donjet ndihmës, po nuk e di ande se na mor kujdes ata akuzës kujdes. Ilir Abdullahu është i akuzuari i fundit në këtë aktakuzë lidhur me dyshimet e fajdës me autosalonet, e i cili po ashtu akuzohet se me datën 2 dhjetor 2022 në bashkëkryerje me të pandehurin tjetër kanë kontraktuar një shumë jo proporcionale të parave në këmbim të huas që i kanë dhënë të dëmtuarit G.S. Si pasojë e parave që kishte marrë me fajde nga personat e tjerë, u detyrua që të kërkojë hua nga i pandeuri I.K shumën prej 11.000 eurove për një afat deri me 28 shkort 2023, me obligimin që t'i kthej 25.000 euro. Mirë për në pamundësi që ta paguaj shumën e parave që i ka marrë hua, si dhe shumën e emër të fajdës, është detyruar që të marrë nga i pandehuri një veturë të markës Range Rover për çmim prej 130.000 eurove, kurse vlera reale e kësaj veture ishte rreth 50.000 euro, cilën është detyruar që ta shet për çmim prej 47.000 euro një personi, cilin ja ka propozuar i pandehuri, prej të cilës shumën 25.000 euro ja ka paguar të pandehurit, kurse 12.000 euro ja ka paguar të pandehurit tjetër O.P, kurse të pandehurit I ka mbetur borxh shumën prej 130.000 euro. Mbrojtësi Ilir Abdullahut, avokati Ram Dresha i ka thënë se nuk ka kurrfarë shkresa të rastit dhe se ende nuk është pajisur me aktakuzën. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po thras prej kallxo.com. Çka pyetjes? Pyetja është Ilir Abdullahu në një aktakuzë për fajde në Ferizaj. E dashta me marrë komentin tanë lidhje me çet aktakuzë. Ti marrë aktakuzën, s'ko marrë kur gjallë. Dijo, në dhejtë bëtanë, veç me të qafë për atë punë. Në rregull. Nuk kam për sa informacioni,